Tragjedi në Milano, një oficer policie humbi jetën pas ndjekjes me motor të një makine me shqiptar. 2 shtetas shqiptar janë vënë në ndalim në kuadër të hetimeve për një ngjarje të rëndë të ndodhur në Itali, pasi një oficer i policisë vendore të Milanos humbi jetën gjatë një ndjekje me motocikletë ndaj një automjeti që nuk ju bindu urdhrit për t'u ndalur në një pikë kontrolli. Ngjarja u regjistrua në mbrëmje rreth orës 21:30 në via Vitorini, ku efektivët e policisë vendore vurën një Audi që po lëvizte në mënyrë të dyshimt. Sipas hetimeve paraprakes apo drejtuesit mjetit ju dha shenjë për kontroll. Ai dyshohet se rriti shpejtësinë menjëherë dhe u largua me shpejtësi të madhe duke shkaktuar fillimin e ndjekjes policore. Në operacion u përfshin disa efektiv, mes tyre edhe oficeri Francesco Imprezabile, pjesë e policisë vendore të Milanos. Gjatë ndjekjes, situata ka dalë jashtë kontrollit dhe kolegët kanë humbur kontaktin si me automjetin e dyshuar ashtu edhe me motocikletën e efektivit. Pak çaste më pas, mjeti i shërbimit u gjeti ndalur anës rrugës, ndërsa jo shumë larg vendit të ngjarjes u gjet trupi pa jetë i 39 vjeçarit Francesco Imprezabile. Sipas autoriteteve, ai kishte pësuar arrest kardiak, edhe pse ekipet mjekësor ndërhyn menjëherë, efektivi nuk arriti të mbijetojë dhe u shpalli vdekur në vend. Rasti ka vënë në lëvizje një hetim të gjerë nga autoritetet italiane, të cilët po punojnë për të rindërtuar me saktësi çdo moment të ndjekjes. Hetuesit po verifikojnë nëse ka pasur kontakt të drejt për drejt mes automjetit në arati dhe motocikletës së policisë, apo nëse vdekja është shkaktuar nga një incident gjatë manovrave të ndjekjes. Për momentin asnjë pistë nuk përjashtohet dhe janë duke u kryer ekspertiza teknike mbi automjetet e përfshira, ndërsa po shqyrtohen edhe pamjet e kamerave të sigurisë në zona të ndryshme përfshirë Milanon e përreth. Automjetet besojnë se këto prova nuk janë vendimtare për të zbardhur plotësisht rrethanat. 2 shqiptar janë ndaluar nga policia italiane në kuadër të hetimeve dhe po pyeten për të sqaruar rolin e tyre të mundshëm në këtë ngjarje. Prokuroria pritet të vendosë më tej për masat dhe pozicionin e tyre ligjor në varësi të rezultateve të hetimeve teknike dhe dëshmive të mbledhura. Ngjarja ka sjellë reagime të forta në radhët e policisë vendore të Milanos dhe në institucionet lokale. Kryetari i bashkisë së Mazara del Vallo ka shprehur ngushëllimet për familjen e efektivit të ndjerë, ndërsa drejtuesit e policisë kanë theksuar se janë në kontakt vazhdueshëm me familjarët dhe po punojnë për sqaruar plotësisht rrethanat e ngjarjes. Autoritetet italiane theksojnë se hetimet po vazhdojnë me intensitet dhe se çdo detaj i ndjekjes po shqyrtohet me kujdes për të kuptuar saktësisht çfarë ndodhi gjatë asaj nate tragjike në Milano.